Sot do hym direkte në një në historinë më të bukur të Kuranit, kështu është cilësu. Visun po I heqim këto hyrjet e këto gjëra, do flasim pak më mbrapa, domethënë për rrjetet sociale, sa na ndjekin, si na ndjekin. Do flasim sot për historinë më të bukur, po ta jap fjalën direkte për prezantimin e historisë për të futur në thelb. E para I përshëndesim gjithë vëllezërit e motrat që na ndjekin, Zoti I begatoft. E dyta, Allah, inshallah Zoti na ka bën jetën e sinqertë. Që të kemi në jetin me fol fjalën e Zotit, me marr mësime prej saj, edhe me të vetmin qëllim që Zoti gjithësisë të kënaqet. Se çdo vepër që bëhet për të duk, çdo vepër që bëhet për të kënaqur njerëzit, mund t'i kënaqësh, por ke Zoti nuk ke fitu gjë. Kështu që inshallah Zoti na e bëj sinqert. Amin. Shkoni herë shokët e vet, sahabët, e I thanë I dërguar I Zotit, a mundet na tregosh, a mundet na japësh idenë e një historie që të ketë dy element brenda. Të jetë histori që do na shtojë besimin, dhe të jetë histori e cila të ketë shumë mençuri dhe urtësi brenda. Allahu Gjelle Gjelalu zbriti surën Jusuf vetëm për këtë qëllim. Dhe vetë Kurani e ka potencu dhe thot nahnu naqussu alejke ahsan al-qasas. Ne po të shpallim dhe po të zbresim historinë më të bukur që ka ndodhur ndonjëherë në historinë botërore. Një histori që e shton besimin dhe në veçanti në muajin e Ramazanit ajo është mjalt, por në të njëjtën kohë ka në çdo ajet, në çdo koncept ka urtësi dhe mençuri të madhe për njerëzit që e dëgjojnë. Prandaj dhe ne e zgjodhëm në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit dhe në kohën e paqt të syfyrit. Elhamdulillah. Që disa kohë kemi sot për syfyrin, kemi edhe 5 minuta. Atëherë uji na bën mirë. Bismillah. Sot është e 14, Sot është e 14, do të flasim për historinë e Jusufit. Kemi ty vetëm një minutë në Facebook, apo? Po, jam blem. Që ti respektojmë dhe vëllezërit. S'kam ty me thonë drejtën. Po. Janë 400 sa shikues për momentin. Mërkim Hoti thot selam aleikum nga Zvicra, mashallah. Selam aleikum nga Rodos, Greqi. E kemi pas mashallah. Kemi shumë nga edhe Gjermania, është Roma, Italia, Zvicra. Si gjithmonë. Thot dikush selam aleikum nga Sauku. Nëse po të mas. Ka afër shumë. Po të masësh do jetë. Edhe ne në Sauk jemi, kështu që afër Saukut si më thonë. Linda Bra thot mashallah të surja Jusuf. Lira Balliu thot selam aleikum. Sot ja shpërblet. Selam aleikum nga Italia. Jusufi kishte I veçanti. Baba e tij ishte pejgamberi Jakubi. Gjyshi I tij ishte pejgamberi Ishaku. Stërgjyshi I tij ishte pejgamberi I madh Ibrahimi alayhis salam. Vllai I gjyshit të tij ishte pejgamber Ismaili alayhis salam. Pra nga Ishaku rodhi Jakubi dhe Jusufi dhe profetët e tjerë, dhe nga Ismaili vjen Muhamedi alayhis salam. Vetëm një detaj, është okay, vetëm një detaj. Nëse Kurani do të kishte pas çështje nacionaliteti, nëse Kurani do të ishte për njerëzve, nëse Kurani do të kishte s'kishte pse përmendte gjithë profet nga I komsi tjetër, domethënë që këtu e shef vërtetësinë e gjërave që nga Ibrahimi deri poshtë vetëm profet që I kanë zbrit vetëm popullit, domethënë vetëm tek shumicat e profetëve të Kuranit janë izraelitë. Se atje kanë ardhur shumë nga profetët e mëdhenj. Shumë histori çuditshme. Po sepse Zoti I ka gjithë njerëzit vetë. Që s'bëhet fjalë. Më I miri ndër ju thotë është ai që është më I devotshëm. Dhe ku ka pas më të devotshëm se sa pejgamberët e Zotit. Tani Jakubi alayhis salam kishte I merak. Merak që e kishte pas dhe Ibrahimi, merak që kishte dhe Ishaku. Tani kishte kalu stafeta Jakubit alayhis salam. Kush ishte meraku? I lutej Zotit pafund pa rreshtur. O Zot, kishte 12 fëmijë. 12 fëmijë. Ju luste Zotit, o Zot,
nxirr nga fëmijët e mi pejgamber. Nxirr nga fëmijët e mi të devotshëm. Dhe i ndodhi i sprov. Prandaj them ka shumë mësime. Nuk është kusht që s'ke gjë dorë që të dalin fëmijët e mirë. 10 fëmijë më të mëdhej. Se ishin 10 fëmijë të mëdhej të Jakubit, pastaj kishte lindi 11 i Jusufi dhe i 12 i Benjamin. 10 fëmijë jo që s'kishin shenja pejgamberi, po i kishin mërzit shumë Jakubin a.s. se nuk kishin nivel fare që lidhej me genin e tyre. Po, kur arrit moshën 12 vjeç Jusufi a.s. 12 vjeç, edhe ta mbyllim me bismillah. E mbyllim për sot. Inshallah Zoti na e bën të lehtë edhe të marr. Jusufi 12 vjeç. Thot Zoti, kështu e fillon historinë nga suri Jusuf. Idh qale Jusufu li abi. Ju drejtu, thot Jusufi, baba i tij Jakubit. Baba tha, i kam parë 11 yje, edhe kam parë diellin edhe hanin. Tani, Jakubi ka ditë shumë mirë mi komentu ëndrrat. Dhe kur i ka thonë kam pa 11 yje, pra ishte ëndër madhe. Kam pa 11 yje. Kam pa babain, e diellin dhe hënën. Në ëndër, Jakubi ka pyet. Si be? Se është tjetër vetëm ti shikosh, është tjetër ti mbash në dorë, është tjetër të bind nga qielli, ka çdo ëndër konceptin e vet. Kur i ka thonë Jusufi a.s. I kam parë o baba 11 yjet, diellin edhe hënën, duke më bërë mua sejdë. Ua, shkësu shumë. Se ishte sinjali qartë që ky fëmijë do ketë zemër të madhe, zemër të pastër, dhe ky është fëmia jot, sikur i dha sinjal Zoti, ky është fëmia jot Jakub, që ke kërku për të bërë pejgamber. Dhe jo vetëm pejgamber, se çfarë lutjesh bonte Jakubi a.s. O Zot, boje një nga fëmijët e mi, minimumi, ti jetë pejgamber dhe ta shpërndaj islamin në gjithë botën. Sa bukur e the ta shpërndaj islamin. Ta shpërndaj islamin në gjithë botën. Shumë bukur. Dhe ëndra tregonte që ky djalë mirë që do ishte pejgamber, dhe i madh, po me pushtet sa yjet, dielli, hëna i bëjnë sejdë. Edhe u gëzu jashtëzakonisht shumë Jakubi a.s. Gjeti trashëgimtarin. Nëpërmjet ëndrës e kuptoi që ka diçka të madhe. Tani i jepi këshill. Thash se 10 fëmijët e parë nuk ishte i kënaq për shumë gjëra me ato. Dhe një veçori që kishte e parë ke ato ishte Cmira dhe Zilia. Ato edhe njëri tjetrin, po edhe 2 vëllezërit e vegjël i kishin Cmirë dhe Zili. Dhe i tha biri im, këshilla e babait për fëmin, mos ja trego vëllezërve këtë ëndër që ke parë, se mund të bëjnë keq. Jusufi ishte 12 vjeç. Dhe i kthehet dhe i thotë, baba, po si do bëjmë këto janë vëllezërit e mi? Tani, imagjino, themi gjë, mësimet, themi që ka mësimet kjo histori, po. Jusufi me drejtë i tha, ato janë vëllezërit e mi. Si do bëjnë keq? Dhe në fakt, nëse dikush i huaj të ngul një thik mbas shpine, të vjen rënd. Po ta nguli thikën mbas shpine i afërmi jot, dhe në veçanti vllai ose motra ose familjar, një thik është 10. Shumë të dhëm. Shumë të dhëm, se ti e ke gjak dhe nuk e pret. Për Zotin dhëm. Dhe Jusufi ishte i vogël, tha, po si o baba, ato janë vëllezërit e mi. Inna shejtane lil insani aduun mubin. Biri im tha, dëgjoje babën tonë, se është pejgamber. Shejtani hyke njeriu dhe e devion atë, derisa i bë keq edhe gjakut vet. Dhe çfarë ndodhi mas kësaj? Jakubi u përqendru ke Jusufi për ta eduku dhe për ta bërë të madh, siç ishte vetë, siç ishte Ishaku babave, siç ishte gjyshi Ibrahimi a.s. Dhe e mbante shumë afër, dhe i kuptohet i respektonte dhe fëmijët e tjerë se do të që gjithë familja të shkojnë në xhenet, po u fokusua shumë ke Jusufi a.s. Vëllezërit e tjerë, se Jakubi ishte edhe me toka, kishte edhe pasuri, siç i ka begatuar Zoti pejgamberët. Tani filloi hyri dynjaja. Dhe ato e panë që babai po anon tek Jusufi, po për çfarë? Pse?
Ne jemi 10 çuna të rritur të fortë, baba merret me Jusufin 12 vjeç. Dhe fillun të kërkojnë ku është sekreti. Dhe ishin dinak të mëdhej dhe me marifete e nxjerrin sekretin që i kishte thënë baba Jusufit mos e trego. Disa thojnë që ja morën Jusufit me dinakri, disa thojnë që bashortja e nxori, siç mund t'ja thot nëna fëmijëve. Pa zbulun ëndër. E zbulun ëndër. Qofse e kishin një herë xhelozi dhe ishin smiranjos, u bon xheloz e smiranjos për Jusufin alayhis salam si rradh herësh parë në historinë botërore. Ai shumë, pse ishin edhe të zgjuar dinak. Do thush ti po pse si asnjëherë tjetër, ke drejt me thon. Po jo, po çka kishte për xhelozu ka ëndra? Po ky do u bonte i madh një, dhe e dyta është që babai është fokusu ke Jusufi. Ky më i vogël se ne, ky do bëhet i madh, i pas kanë rar yjet në seshde edhe dielli dhe hëna, kurse ne s'po na bjen as dega. Do të thënë morën më tepër edhe kështu si tallje, sigurisht se Jo tallje, jo. Domthon baba është fiksuar me Jusufin që do bëhet i madh. Dhe neve që kemi pa vlerë. A e ke pati për shembull që njerëzit që gjykojnë më shumë dhe njerëzit që shajnë më shumë dhe njerëzit që ofendojnë më shumë janë ato më të paaftit? Sepse e urrejnë një njerëz të suksesshëm, sa i suksesshëm i nxjerr sa paaft janë këto. Dhe këto janë të parët që e gjykojnë, janë të parët që e shajnë se duan që kur lavdrohet një njeri me merit se ka ecë me djers, ai i bën që del pa aftësia dhe e shef në pasqyrë të suksesshëm. Do patjetër që të rrëzohet ai që të thotë ky soi jemi të gjithë. Dhe këto ishin të paaft, duke pas babën pejgamber, gjyshin pejgamber, stërgjyshin pejgamber, në vend të heshin rrugë drejt i ngren të Zoti siç i kishte ngret atë gen, gabun. A ti deri ku shkoj? Tregon Kurani famlar atë që ne e shohim në herë të shqiptarët që vriten për 1 metër tok vllaj me vllaj. U mlodhën, e pan që babai rinte shumë me Jusufin, interesat e trashëgimisë, Smira Zilia pse mendojnë që ky do eci dhe ne jo, dhe ran dakord, po bisedonin dhe shumica për tyre thanë, ta vrasim Jusufin. Ta vrasim vllajin ton. 12 vjeç. Po, shisa dinak. Ta vrasim vllajin një, kur vllai të vdes, babai do e vuj pak, pastaj s'ka ku shko do kthehet kenese, po hyn moshë pleqërisë. Edhe do kthehet shikimi i tij kenese, Jusufi ka vdekë dhe ka ikë. E dyta, që sa interesant, si rrehet njeriu? Njeriu rrehet kështu. Do bëj këtë gjinaf? Sa vjeç jam unë? Unë jam 20 vjeç. Do bëj gjinafe deri 30 vjeç, e do bëhemi far njeriu mas 30 vjeçit se s'ka pa bota më të mirë. Këtë me elon me shku 600 vjeç, ky soi do ngeli. Thjesht kur shkoj 30 do thot, jo, 40. I është fut vesi aq më gjak sa kur shko 40 thot 60. Kur shko 60 prap nuk piqet se nuk mundesh do se të ka hy vesi në shpirt. Dhe thu 80. 80 ka mbaru historia. Qa than? Po vram Jusufin, baba kthehet ke ne. Po tani ato e njifshin Zotin, e dishin që është në luvrasja. Than vrasim Jusufin, baba i kthen fytyrën ke ne pastaj pendohemi, bëjmë njerëz të mirë. Shive qa mësime shejtaneske kishin filozofinë e vet, po që ndodh me të gjithë ne, ha? Hapa të shejtanit. Po, këtë ves nuk e lej dot, jam i ri. Biles, ka edhe gjëra që sharake që ne i dëgjojmë. Çuni i ri në haxhe. Po jo, ma valla. Kur shkosh plak. Kur shkosh plak se të falen gjinavet i ri tani, ha? A janë? Shive po njëjti koncept, vazhdon. Zboni i riu haxh, se po bone i ri haxh, çfarë falen gjinov ti do bosh prap se i riu do të bëj gjinave se s'rri dot. Me një fjalë, i riu do të pi drogë se s'ka ku shko, si, shkatroj veten e? I riu do të pi alkol, si. Edhe mendjen ta heqi që ja ka dhënë Zoti dhuratë më të madhe, po në të njëjtën kohë edhe ti bëj dëm shëndetësore gjithë organeve të mrekullueshme që Zoti ka dhënë trupit njeriu të? Si i riu bën gjinafe, pse çfarë është njeriu kur është i ri? Është i pamend. Do ta shkatroj veten. Do të mendoj se po bën qef me ato gjona. Ka kopra më pendu se i ri. Po pra leje haxhin për 80 vjeç. Se e kemi jetën me tapi. Jeta s'është me tapi. Mund vdesësh 10, 20, 30, 50. Leje haxhin 80, vdes 70. Edhe të rrof. Shife deri ku shkoi. Po midis këtyre ishte i burri mirë. Pa e them klapa.
Më thoni sa. Vlla i madh. E di çfarë tha? Tha mos e vrisni Jusufin. Thotë i ka thonë mos e vrisni Jusufin o vlla jon. Jo, ky e zbuti pak, se do shkote kaderi në vendin e vet. Ky tha mos e vrisni Jusufin. Hudheni në pus. Në shkretir, ta marri karvani, ç'duket mos ja shohin fytyrën më. Ose vdesja vash. Po më shumë Paktën se shohim me sytë tonë. Ç'duket. Kështu kanë thënë. Të ç'duket edhe Subhanallah. mos ta shohim më. Por ato harruni gjë. Ëndra kështë qenë saktë. Po si jam ushën menin Jakub? Ëndra kështë qenë saktë, do themi gjë për ëndrat, se e di që ka interes. Jo, ka shumë interes. Ka 3 lloj ëndrash. Ëndër në të cilën shejtani lun me robin. Shkoi njëri ke pejgamberi alayhis salam. Tha i dërgumi i Zotit, jam shqetësu. Se kur nuk i din shqetësohesh. Tha çfarë ke? Tha isha në ëndër, mu shkëput koka, ecë të para, unë shkojsha me vrap mas saj. Ka qesh pejgamberi. Tha lozi mallkumi me ju në ëndër. La. Të janë ëndra që të mbizotron ai edhe pastaj e lëviz ëndrën siç don ai. Lloji i dytë i ëndrave është ëndrat psikologjike. I mendon gjatë ditës dhe ato regjistrohen në tru dhe gjatë gjumit të shfaqen. Të janë ëndra pa vlerë. Ato janë nga i mallkumi, s'duhen marrë parasysh, këto janë pa vlerë. Ka ëndra pastaj nga Allahu Madhnushëm. Ëndra me mesazh të plotë. Ëndra që nuk lu presja nga ajo që është shfaq në ëndër, në këto ëndra ishte Jusufi alayhis salam. Në Islam ka njerëz kompetent që komentojnë ëndrat. Për shembull, një nga ato kaq për ëndra dhe do vazhdojmë. Një nga ato ka qenë Ibn Sirin. E ka njoft Kur'anin me detaj dhe ka pas zgjuarsinë për t'i komentuar ëndrat sipas Kur'anit. Ishte me shokët e vet. Vjen njëri. Thot, kam një pyetje për ëndrat, se ishte me famë. Tha fol. Tha, e pash veten duke thirrë ezanin. Tha, kështu e ke pa? Po. Qa punë e bën? I tha kështu. Qa xhami e falesh? Qive, shiza i zjut. Tha, filan xhami. Tha, Ramazani si ka shku kështu e ke majt të ashtu siç duhet, pra e testoj. Përveç që ëndrës duhet me ditë edhe personin. I tha, i për Zotin besimin Ramazan më nashtohet edhe jemi devotshëm. Tha, një gjë, këtë vit do shkosh në haxh. Ai që thret ezanin, kur o njeriu mirë shkon haxh. Me 10 herë na ka ndodhur neve. Po, thirrja e ezanit. Thirrja e ezanit është vërtetuar me haxh. Mbas desh Zoti atë ditë, në fund të mësimit vjen i tjetër. Si i çuditshëm, pa leje. Tha, kom i gjë për të pyet. Pa edukat. Tha, fol. Tha, kam patu thirrë ezanin. Okej. S'jam mushi mendjen. Tha, në çfarë xhami e falesh? Jo, thos falem xhamiu. Dakor. Ramazani tha që kaloi e patet vështirë, ishe me shëndet mirë, me fjalë mos ke qenë smund se ke mbajt. Tha, me thon drejtën ashtu. Qa punë e bën? Jo, tha, pa punë jam. Si i ke punët mirë i kam. Qa punësh ke mirë, kur s'puno? Po kanë qenë me edukat madhe. Një tu ngret, tha, hajtë se të përcjellun, ta them ëndrën rrugës. Sa shkun ke dera xhamis, tha, atë që e ke vjet ktheje mbrapa. Allah. Edhe ik tani pendohu dhe vazhdoi jetën si musliman. Sepse kjo gjë përmendet në Kur'an 2 herë. Uadhin, fjala e zan përdoret në 2 koncepte në Kur'an. Uadhin linnasi fil hajj. Thiri, sa e zan do të thotë thirrje. Thirri njerëzit për haxh. Ishte rasti i parë. Rasti i të mirit. I të mirit. Kur sure Jusuf do e shpjegojmë më vonë, uadhana muadhinun ayyuhal ayru innakum lasariqun. Thiri një thirrës dhe tha, o ju persona që po udhtoni, dikush për ju shka vjedh. Ka vjedh kupën. Që do e shpjegojmë ne, po themi konceptin. Pra, nuk mund të komentoj ëndrrat çdo kush, bile s'ka ca që i komentoj nga telefoni. Po. Ca i komentojnë në emisione live, pa ditë kush është ai që po pyete, pra nuk është kaq e thjeshtë. Duhet të kuptosh konceptin dhe mesazhin e ëndrrës, dhe në të njëjtën kohë njohësh personin për cilin po et fjalë. Po, pa u zgjat shumë të ëndra. Po. Kemi pas para 2 javësh, kemi pas në emision me jetim. Po.
Dhe sinqerisht, mesazhi që ka ardhur ka thonë, edhe ai bënte duke që ishte i brendshëm, se në kuptimin e njohjes mirë të gjitha, ai thonte vallahi, pash dekën e vullë ke topin në ato momente. Pasha Allahun e lvis unë kam pak këto jetim në ëndër para se ne të shfaqin emision. Kam dhënë unë sadaka tha dhe thirrsh atjerët me bë sadaka. Kishte thonë edhe tregoj kishte thonë 30 euro dhe i thash atjerëve jepni ka 30 euro. Dhe shumicat e donacioneve në ëndër kjo. Në ëndër, ndërkohë që emisioni ishte si më thon 2 ditë mbrapa. 2 ditë mbrapa dhe shumica e donacioneve ne e dim, GoFundMe janë nga 30 euro. Subhanallah. Tani un jam kënaq me këtë ëndër për i gjë. Sikur Allahu na e ka bë kabull jetimin neve para. Pra na ka dhënë sinjal nëpërmjet këtij që është i kënaq që ju po ndihmoni jetimët. Kështu e kuptova unë, po kjo është tjetër gjë, mos t'i bëjmë qefin vetes, po unë kështu e kuptova. Jo, më kisha më tepër të ëndra se sa. Mirë, unë po t'jap koment. Siç e kuptova kur Zoti na nxjerr jetimët nëpërmjet i vllajt, ai ishte në Itali, dhe thotë që unë kam pak këto jetim. Dhe unë desha me ndihmu, pra ndihma për jetimët dihet në Islam që është nga gjërat, ndaj inshallah Zoti na e ka pranuar. Se ato në fakt 2 jetim u mlodhen lekët, të 2 do bëhen me shtëpi të re. Iku kjo. Ëndrat to janë se s'do vazhdojmë se po vazhdu me ëndrat e mbyllim sot vetëm ëndrat. Do jetë temë vete. Më pyete që si jam ushën mendjen. S'harrojën jo. Shive ç'a bën tani. Shi ç'a bën se do mësojmë më shumë apo jo? Do mësojmë si të ruhemi djallëzive. Do mësojmë se si Zoti shpjegon gjërat e këqija të këtij grupi dhe gjërat e devotshmërisë të Jakubit dhe Jusufit, i ke të dy janë Kur'an, të mirën dhe të keqen. Kur i tha djalit vet Jusufit mos ia thuj ëndrrën, tregon prap mësim tjetër që mos ta harrojmë. Tregon që mirësitë që ke, po patë mundësi mos ia trego askujt. Ta mësojnë vëllezër e para të bëjnë intrigë dhe e dyta të marrin sysh. S'ke nevojë. Kur është që duhet ta prezantoje, thuj bismillah, mashallah dhe mbaroj. Po mirë nuk është sepse njerëzit kanë çmir e xhelozi të pafundme. Tani bën planin fillim për ta vra, po nga që njëri prej tyre kundërshtoi kishin frikë se tregoke baba dhe u detyruan nën t'u binshin njërit, ta shtrojshin shkretir, ta hudhshin pus, ta merrte karvani, tu zhdukte vllajt, vdiste atje pastaj ku të shkonte. Dakor? Tani filloi skema. Kush ishte skema? Shive se si sura Jusuf është surja besimit, se aty si është sura Jusuf, ngrehet si një ortek pak nga pak dhe mbyllet mallëngjyshëm në fund pastaj, por neve nuk kemi vetëm shtim besimi, po urtësi dhe mësime pafund kjo sure. Ç'a bën? Që na e bëjnë neve shumë këtë gjë. Kur e bën skemën për t'i bë keq vllajt vet, para se ta merrshin shkretira ato e dishin që baba ka dyshim. Ç'a bën? Na 6 muaj. Po, nuk kishte pas njerëz më të mirë me vllajën e vet se sa këto mashtrus. Allah. Po, sa ke që për interes thuti nuk ka njeri më të mirë se ky dhe ai thikën e ka gati me të gjujt mas shpine. Po, është e shpreja, kur dikush të fërko shpinën, dihet thot nuk do të mirë, po të gjeven në butë në ngul thikën. Ka njerëz të mirë, po ne po flasim që çfarë na mëson sura Jusuf, që mos u gënje me fjalët e mira që thot dikush, po shifi veprat dhe dije që njeriu është gabimtar dhe mos u çudit nëse të bën dom. Tani po flasim se ka i diçka. Thamë ne ka shqiptar që ka vrarë shqiptarin e vet për i metër tokë. Po. S'është kjo gjë. Pse? Po të shohësh atë që ka vrarë vllajin, do shohësh që baba ka qenë normal. Ne po flasim për fëmijë pejgamberi Allah. Po. Po flasim për fëmijë të cilët gjyshin e kishin pejgamber dhe stërgjyshin një nga më të mëdhtë e pejgamberëve Ibrahimin alayhis salam. Ke drejt. Do të thënë, kur sheh që këto ishin të bëu këto veprime, duhet më ia bëj Allah të tjerëve pastaj. Ja, shive mësim tjetër. Mund të jesh fëmijë pejgamberi, po s'punove për besimin. Po s'nuk studiove, po nuk lexove, po nuk e pastrove zemrën dhe nuk të vlen me qenë edhe fëmijë pejgamberi apo nip apo stërnip i Halilullah, dashur i Zotit që është Ibrahimi alayhis salam. Po s'të vleka. Po, dhe ç'a bën si ç'a skema? 6 muaj vetëm loshin me Jusufin, vetëm fjalë të mira. Sa dhe baba s'po i njifte më, tha inshallah jam pendu bitë mi. Dhe tha ndoshta ajo ndër që ka pa, Zoti po i kthen. Pejgamber, po njeriu gënjehet. Megjithatë, pejgamberët kanë qenë mençëm, i 100% si ahillshë dot. Ato e bën për vete Jusufin. Dhe Jusufi filloi të kënaqet, loste, u bëjshin si fëmijë, si Jusufi 12 vjeç, vetëm me e kënaq, po ishte një kënaqësi djallëzore në maksimumin e vet. Mas i kohë gjatë që e kishin kriju terrenin,
Imagjino që atë reni me vra vllajën e vet, imagjino që ignorantash. Tu bo skema me vra vllajën. E tu thon do pendohemi mrapa, do bëhemi njerëz të mirë, se çfarë vlerë ka më të vrasësh vllajën, bëhesh njeriu mirë. Hajde gjeje fëmijë pejgamberi, e të mërshme, dhe Kurani e potencon fuqishëm që ne të mësojmë. Se po e le veten dorë të mallkumit, po e le veten të mbuluar me vese, edhe vllajt i bën këtë dëm dhe motrës i bën dëm. Nënës e babës i bën dëm. Dhe i shkojnë amthesi a mushëmenin? Këtë më the. O baba, ne do të shkojmë Shkretir. Shkretir ishte si vend i hapur që u knaqshë. Atë kanë pas atëherë. Do shkojmë në piknik. Jakubi sendati Jusufin nga vetja, që të mësote për besimin sa më shumë dhe të shifte me sy babën pejgamber për të bo pejgamber i madh. I tregonte për Ibrahimin, i tregonte për Ishakun, për gjyshin e vet, i tregonte për Ismailin, i tregonte për Nuhun, i tregonte gjërat mrekullueshme dhe e mbante afër shumë për ta edukuar. Dhe nuk kishte qef kur ai hikte për gjëra koti. Të humte kohën, megjithëse ishte tani duke u rrit i vogël. Ato thënë, ne jep Jusufin, ta arktohet me ne, dhe mos kia si merak, se ne e rujmë atë. Tani që ndodh, a urtësi pa funa, që ndodh? Jakubi si sinqert, të fol me fëmijët e vet. Tha, qala innani la yahzununi an tadhhabu bih. Tha, o fëmijët e mi, ju e dini që unë mërzitem po mos ta kem Jusufin afër. Pra do vi me ju, jam dakord që kam moshën me luajtur, po ju e dini që unë mërzitem mos i ndodh gjë. Dhe qa tha? Shkretira ka dhe ujqër. Dhe kam frikë se ndoshta hutoheni dhe djalin tim Jusufin, duke qeni vogël se ju mund të mbroheni, e han ujku. Tani ma thuj dhe ma vërteto. A nuk ta bëjnë gropën njerëzit më të afërt që ti dinë sekretet apo jo? Fix. Jakubi me këtë i dha i argument atyre që atë që ai foli t'ia luajshin. Fol ti me njëri të afërt, fol me një shok besnik, a fol me dikon, ai nesër kur hidhrohet me ty gjërat që ti ka ditë, aty të godit me thik. Është kështu? Sa vete vujnë këtë? Sa vete din që u trastova, pa e kam pas shok ngushtë, pa ja kam hap zemrën. Ti i hap zemrën, ai ta godet zemrën. Baba i tha, nuk dua se mos i ndodh gjë. Nga gjërat që mund të ndodhi, thënë Shkretir, mund të haj ujku. Dakor? Dhe ato i thanë, qofse o baba jonë, ne jemi, dhe rrezikohet Jusufi, ne do vdesim, a i do vi i gjallë. Jusufi, shika tani, Jusufi i kështë fillu 6 muaj, si thamë, koha i gjatë që ato e këshim bo për vete, ju luste babait, të lutem vap kam qef të tiki me vlezrit. Deri këtu dakord, pranoj më në fund Jakubi. Dhe nisen. Për Shkretir, për të lozë, për të bo piknik, për të arktu pak më ndryshe nga ati ku ishin. Mërën baktit me vetëm i shëtit. Ajo ishte arktimi atyre. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub, ka thënë. E morën thotë dhe u nisën. Sa kanë vazhdu që nuk ishi, se doli baba me i përcjell, sa kanë humë që nuk u dukshin më, nëzorën ftyrën e vërtet. Qa ftyrën e vërtet? Jusufi duke losë se e fillun me loj, vetëm kur fillun të godasin njëri pas tjetrit. Subhanallah, direkt. E hidhshin në tokë. A ju vledh, imagjino qatë dëshprime, vla i vogël, i gjujshin, e hudhshin aty në Shkretir, a i vledh, imagjino Total. Po jo, ma imagjino të nisesh me vlezrit për të gëzu, edhe imagjino sa të largohesh nga sytë e babës, tu e shaj, tu e ofendu, ti e i madhi, hyje të ramë të nësesh, si që bëjnë me vike edhe sot dush. Nuk ka ndryshim, gjoja keqe mbetet e keqe. Ti isha i që të ra djeli, ja, gjuj njëri, gjuj tjetëri, pështyrshin aty. Imagjino si ngeli i fmi 12-13 vjeç. O vlezrit e mi, o vlezrit e babit tim, ke parasysh, ishte i vogël, e filloj thrasi, e thriste babën. Aje kështë e majtë. Thojnë e raja qoj. Pejgamberit Jakub një gjonë të o baba, që thriste. E i tha atyre, duket se po më thret djali im. A i thoshin, ato se nga që e do, duket si kur po thret, se nuk i shkoj mëndja, as ato nuk e dishin.
gratë që ishin të fëmijëve të mëdhej. Edhe filloi të armasditja. Dhe ato e kishin qartë në cilin pus do ta hedhin Jusufin alayhi salam. Shkojnë dhe tani po binte edhe nata, imagjino sa të pa shpirt. Dhe po ta shohësh Kur'anin është aq i koncis sa ka thënë wa alquhu fi ghayabatil jub, se për shembull në pus mund të ketë lloj-lloj formash edhe mund ta zbresësh. Alquhu do thot hidheni. Po pa shpirt. Dhe thonë Jusufi alayhis salam i vogël është mbajt. A ke parasysh instinkti i fëmis? Dhe ato me duar me kështu e godisnin ke duar që t'ju hapshin duart e të binte në pus. Dhe i ka pas duart e vogla kështu dhe ato i godisnin me të madhe. Dhe kanë thonë dietarët, duart e tyre të forta, duart e Jusufit të buta dhe të vogla. Allahu duke pa. Vllai im siç do ta shpjegojmë, këto duart dopta dhe të pafuqishme, goditeshin nga duart fuqishme dhe nga duar me njerëz që ishin të mëdhenj mosh. Mas disa viteve, siç do ta shpjegojmë, duart e këtij të voglit ishin botë mëdhaja se drejtonte botën, kurse duart e këtyre të fuqishme kishin ardhur si lypës o ti i madh. A ka pa kushim se ne po vdesim dhe ashtë rëshin dorën kështu, e dora lartë ishte Jusufit, nda që jipte, nda që lente të vdesim. Ky është Allahu xhelle xhelalu. Prandaj vëllezër motra duhet më urrit mos me bë keq. Se Zoti turpnon. Çka ka ndodhur gjë e bukur. Felemma dhahabu bihi, kur u nisën me të dhe e vendosën që do ta hedhin në pus. Elhamdulillah. E hudhën Allah. Ai s'ka qenë vetë. E lanë ato të hikën? E hodhën ato aty natë. Ai e gjeti i mikat. S'ka qenë vetë. Kur e vendosën, thot ta hidhin, u nisën, i bon në shajtën, e ofenduan, e goditën, edhe duart e njoma, ja plagosën. Sa ka ra, ato i ikën të gëzum, është ndrita i pusat. Wa auhayna ilayhi latunabbiyannahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun, e ka gjetë Sakarat Xhebrail Eminin aty. Dhe ne i shpallëm për herë të parë i ka shpallë Jusufit moshën 12-13 vjeç. Kështu ka thonë, wa auhayna ilayhi, i dham atij shpallje e frymzum. Ti do t'i lajmërosh këto vëllezër që ta bën ty këtë, ti do të jesh shumë lart, këto do të jenë shumë poshtë, ti do t'i njohësh ato s'kan shans me të njohur ty se kurse mendojnë sa lart do të çojnë ty. Allah. Se kaloni madhi Zot vetë. Shoqëri me Xhebrail Eminin. Me Xhebrail Eminin. Ato u shoqëruan në shkretir me zullumin e tyre. I madhi Zot xhelle xhelalu i mungoi baba. Çfarë ndodhi profetit? I vdiq Nusja. I vdiq Xhaja, çfarë i boni i madhi Zot? Ngreti Miraxhin. Ngreti Miraxh. Miraxhin ku qenë tretë takoi Jusufin. Edhe ju. Lezrit u sollën keq. U kthyn në kriminal. Baba s'kishte dieni, nuk e ndihmon të dot. Nana i kishte vdek Jusufit alayhis salam. Ishte Allah në mëndush. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi, mbështetju atij që s'vdes kurrë. Si është puna ka derit e çuditshme. Vëllezërit e hudhën, çdo gjë ka dëshmitar, janë me lajket, është Allahu e gjitha. E pret Xhibrili aty që në sekond mund t'i zhduke ato vëllezër, nuk e lejon këtë gjë. E lejon kaderin njerëzor, nuk ndërhyn shkoj gjithçka deri në fund. Patjetër. Ishte puna që theke Ibrahimi, o Zot kur shikon të ardhmen, mos e let bëhet këtë. Po se kupton. Se një nga aty kush ishte personazhi më i fuqishëm që po sprovoi. Jo vëllezërit ishin të vegjël në histori. Jo, të vegjël ishin shkak. Ishin do çojshin kaderin në vend. Njeriu që u sprovu më shumë këtë mes është Jakupi. Gjithë ngjarja rrotullohet rreth dy personazheve, këto janë pastaj aksesor. Jakubi, profeti i madh i Allahut, Beni Israil, a di pse quhen izraelitët Israelit? Beni Israil janë bijtë e Israilit, bijtë e Jakupit. Se nga këto rrjedhin pastaj të gjithë. Nga Jusufi, Benjamini dhe Israili. Israili është Jakupi. Pse quhet Israil? A di rrohet Israil? Isra. A u thoi pejgamberi natën kështu? Horizontal. Po Israil do të thot udhëtari natës. Jakubi ka pas si gjë. Falte namaz natë, pastaj dilte duke hec me pa yjet edhe qiellin.
Prandaj quhet Israil, udhëtari i natës. Subhanallah. Po, udhëtari i natës pejgamberi për Beitul Maqdis, udhëtonte natën Jakubit shifte mrekullitë e Zotit gjithësisë se siç duket në një vend që s'ka drita, qielli dhe yje sikur i kap me dorë ato natën, dhe ai donte ti shifte mrekullitë e Zotit. Prap kthehemi te shkenca, tek meditimi, tek hyja, tek universi. 1300 jetë. Profet që në fund fare prap donin të mbusheshin më tepër besimet e Allahut. Jo të mbushin, të shtojshin besimin gjithmonë. Na. Dhe se jemi në 2:42 dhe pak. Dhe pak se thamë historia vjen. Sot është historia më e bukur e Kuranit, po më e dobta me ato që do mbahen mbrapa se ke Zylekhaja fillon betejë. Po, jemi ke hyrje. Çfarë ndodh tani? Erdhi Xhebraili. Vëllezrit e lan, babai s'dinte gjë. Ka dy skena. Dy skena interesante të Kuranit. Këto tani e kishin arrit ustallëkën e të keqes në maksimum dhe ç'a tham? I foli shokut me sinqeritet, ja hap zemrën. Ai aty të plagos kur ti zihesh me atë. Dhe këto, e di ç'a i than babës kur u kthin? Sa e pa në distancë kishte dalë Jakubi natën të prit djalin. E këto e dishin çdo të thot mos t'ia çojshe, shiça, jo vetëm Jusufin, po imagjino çfarë po i bëjshin babës vet. Ora sikur mos ishte edhe pejgamber. Djalin që e donte ai shumë, të po kishin kënaqësi që e kishin lënë atje që të vdiste ose ta merrte i karvan, dhe tani nuk kishin as lloj turpi, as lloj ndjenje, ishin mashtrues nivelit shumë të lartë, sa e pan babën që po priste dhe ai thriste Jusuf. Edhe e di çfarë thot Jusuf? I pezmatuar. Ja ka vendos mbas kësaj ngjarje Jakubi çunit vet. E thirrte, ka thon Kurani, ja esefa ala Jusuf. Që më gjeti mu në pikëllim me Jusufin tim. Dhe i kanë qajt qasme që të kryeshin dramën. Dhe janë afru duke qajt. Tha, ku është djali? Ku është Jusufi? Tha, no baba, ne edhe si kur ti jemi të sinqert ti s'do të na besosh. Tak viktimizimin. Që çdo që të vite mrapa, ne po themi drejtën, po ti s'na beson se na ke parë gjyku. Baba në gabim. Parapri. E dyta, ai ja kishte hap zemrën që kam frikë se han ujku, këto thanë aty do e besoj. Thanë o baba. Ja morën edhe këmishën Jusufit. Therën një kafshë ja bën me gjak, me lën shenja gjasme që e ka hangër ujku dhe shife këmishën e kemi dokument se trupin e mori. Ujku e kafshët e shkretirës. Dhe ja nxjerrin këmishën me gjak, thot Zoti bidemin kedhib, gjak mashtrim. Jo i vërtet. Kështu e ka përshkruajt ana artistike e Kuranit dhe Jakubi mlodhi vetë. E pa, nuk u bind. Se tha Jusufi im ka pa ëndrën. Bel sewalet lakum anfusukum amra. Tha, juve tha, mat natyrë që keni, ju e keni boj intrik. E kuptoi që Jusufin s'do e kishte më. Sikur e ishte shumë i dishëm Jakubi. Thojnë, dietarët e mbledh komentit Kuranit thojnë, e mbante Jusufin afër në krahasim me fëmijët e tjerë se e kishte parë në vizionin e tij pejgamberllëk, që Jusufin s'do e kishte për i kohë gjatë, sa ta ke mbirin ta maj afër që ta maj men babën e të bëhet profeti i madh. E kishte ndjer. Thot Zoti në Kuran, allamnahu, ne e mësuam shumë Jakubin. Ka qenë dietar, shkencëtar, për pejgamber, vizionar, i pa imagjinueshëm. Dhe sabrun xhamil ka thonë. Unë nuk do bëj asgjë tjetër përveç se durim të bukur. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Unë Allahut i kërkoj mbrojtje për këtë gjë që keni bërë ju. Subhanallah. I qartë. S'ja besoj, direkte. Tani, baba s'kishte më fuqi për Jusufin. Vëllezrit bon atë që bën. Nëna i kishte ndru jetë si mbeti askush një djali 12-13 vjeç. Çi don gjë kur është i madhi Zoti qofshim fal. Vjen karvani e merr dhe e çon në qytetrimin më të madh të asaj kohe në Egjipt. Si rob. Jusufi 12-13 vjeç ishte si diell i bukur. Kur dilshin për të patur robërit e tregut, na ditë desh i madh i Zot, një nga ministrat më të fuqishëm të Egjiptit që ishte atëherë si Amerika sot, e shikon dhe vetëm kur shef një yll i cili shitej si robërit e tjerë. Subhanallah. Këto që gjetim pus.
Kto e morën dhe e nxorën atje. Kto që futën kovën për ujë, To ishin sebepi për të çu pejgamberin e Zotit aty ku duhet. Dhe ai sa e ka parë dashuru. Tani, çisa gjë e bukur. A do mësim? S'ka as një çift që lind fëmijë vetë se ka urtësi, po nuk ka as një çift që nuk lind fëmijë vetë se aty ka urtësi. Se ky ministër megjithëse ishte shumë i madh, megjithëse kishte një bashortë shumë të bukur, Zylekhan apo Zylihan që i themi ne, e kishte sprovu Zoti që nuk bonte fëmijë. Sa e ka pa Jusufin tha, ky do bëhet fëmia im. Zoti gjithësisë, këto ishin në Palestinë, ai ministri ishte në Egjipt, i sinkronizon gjërat, ai që sinkronizon universin se ka problem sinkronizoi, dhe ato i kishte lënë me këtë gjë që mos bëheshin fëmijë, se në familjen e tyre do të hyte Jusufi alayhis salam. Po të kishin fëmijë ato, nuk e dojshin Jusufin. Po, do më Dhe i tha atyre që e shoqëronin, do ta blej unë këtë fëmijë, tha, do ta bëj bashkë me Zylekhan si fëmin tim, ose tjetë nga shërbëtorët e dalluar të pallatit. Dhe e mori, sa e ka pa Zylekhaja, ishte 12-13 vjeç, sa e ka pa, e ka dash shumë. Dhe ka thonë, këte do ta majmë më të nderumin këtu, që e ka i fëmijë i mrekullueshëm dhe i bukur. Ç'a tha pejgamberi alayhis salam kur e takoi Jusufin në qiellin e tretë? Sa i ishte dhënë? Gjysma e bukurisë saj bote. Dhe thot Zoti në Kur'an, wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Tha Zoti mbizotron gjithmonë për çështjet që do më i dhon drejtim, shumica e njerëzve nuk po din. Shumica e njerëzve se dëgjova mirë, nuk po din. Dija pra. Pa dije ke ngel mrapa shumë. Sa herë u përmendte dija në Kur'an? 856 herë. Që si thot, Zoti mbizotron gjithmonë se është sunduesi i gjithësisë, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Shumica e njerëzve nuk po marrin dije. Shumica e njerëzve s'po dim se janë hyjet në qiell. Shumica e njerëzve s'po din kush na e dha këtë folur. Shumica e njerëzve s'po din kush e solli Ramazanin. Shumica e njerëzve s'po dim se duhet më u fal. Shumica e njerëzve se din që kjo histori brillante është në Kur'an. Shumica e njerëzve nuk e din që distanca e tokës me diellin është në mënyrë të mrekullueshme, gjithë planetet e tjera janë shumë më afër, janë 500 gradë Celsius ose shumë të ftohtë që nuk jetohet. Shumica e njerëzve s'po dinë që çdo gjë galaktik lëviz në perfeksion. Shumica nuk po dinë që ka hyje larg edhe 100 miliard vjet dritë. Dhe s'po dinë që kjo është i pjesë e universit, po universi është shumë më i madh. Shumica e njerëzve s'po dinë që 5% e universit është studiu, sepse është materia e errët. 30% është energjia e errët, rreth 65% dhe shumica e universit akoma nuk është eksploruar. Allah. Shumica e njerëzve thot nuk dinë. Nuk dinë se po nuk ditë kush të krijoi, po nuk ditë kush e krijoi gjithçka, po nuk ditë për çfarë të krijoi, po nuk ditë me lexu Kur'anin famlar, me lexu librat e tjerë të shenjtë, po nuk ditë jetën e këtyre pejgamberëve brillant. Betesh mbrapa në këtë aspekt. Edhe ne kemi gjëra që jemi mbrapa, se po themi përmendet dia kaq shumë dhe pak për muslimanëve janë ndihshëm. Dhe ne i kemi borxh kësaj bote që nuk po kontribojmë ashtu siç duhet. Po inshallah në mënyrë graduale. Edhe siç ja thot tani që ta mbyllim për sot. Sa është? 50. Walamma balagha ashuddahu. Që sa bukur është kjo. Është histori e madhe shumë, mundësi shumë. Walamma balagha ashuddahu, a di çfarë është ashuddahu? Ashuddahu është në moshë madhore. Është nga 20 deri 25. Më shumë vjen 25 vjeç. Shkenca ka vërtetuar sot që në moshën 25 vjeç përsoset zhvillimi i trurit. Po s'ka ardhur pjekuria totale. Se duan dhe 15 vjet eksperiencë që të shkosh 40 vjeç, që përveç përsosjes trurit kesh dhe eksperiencë nga jeta. Prandaj pejgamberëve i ka ardhur gjithmonë shpallja 40 vjeç këtyre të mëdhenjve. Që të përsoset eksperienca dhe thot walamma balagha ashuddahu, kur arriti moshën madhore, pra djali i ri në kulm, ataynahu hukman wa ilma. I dham atij pushtet dhe ilm. Çfarë është ilm vëlla? Dituri. Prapë kjo dituria jemi më duket. Nuk del Kurani nga dituria. Prandaj ja do t'i pyesim pak më mrapa, po me sinqeritet, pa shas Zotit. Jo me i vonë siklet. Sa libra ke lexuar këtë muaj? Çfarë thot sa arriti moshën madhore, i dham dy gjëra të domosdoshme. Pushtet se ishte në shtëpinë e ministrit, ishte i pari aty mas ministrit dhe gruzvet, dhe mbi të gjitha i dham dituri. Dhe e përsosi Zoti Jusufin alayhis salam. Kjo gjë që neve shumë na mungos sot. Dhe u stabilizu dhe i kaloi afërsisht
12-13 vjet. Qa në dhi gjo? A e udhën pus më Allah? Po. Të flasim drejt. A di ku u këthyn ato? Më fshat. Po për zotin Palestina atë ka qenë, ishin fshat më fshat, 500 vet njerëz. Dhe thamë tash dukim vllai i pari botës atje. Në shtëpi ministri, tu studiu, tu mësu, tu pa botë. Do me thënë, çfarë të them unë ty, ku ishim ne këtu? Saud. Edhe ja hudhim njonit se e çem në Amerikë. Kështu ja bon Jusufit. Po në jetën e kishin keq. Po të ma peshi madhi, Zoti qofshim fal. Subhanallah. Shkojnë në familjen e ministrit, ku dituria ishte, Egjipti ishte Amerika sotën pra. Sa. Aty ishte Elon Musk, aty ishte zhvillimi shkencor, aty ishte NASA, aty ishte Harvardi. Dakor? Pra këto, në fakt e nderun, historikisht, kush ka dash me i bo keq tjetrit, vetëm e ka nëru. Se ka i Zot që i ngren të mirët e i poshtrot këqit. A i të mor dituri, a i u bo njëri shumë i lartë atje në shkencën që u zhvillonte, që nga bisedat, këto rrishin gjithë ditën, kalojshin mujet vitet, ja hudhëm Jusufit. I me që ka ishte bota atyre, kursa ishte atje në kryeqendrën e madhe, duke mësu se si lëviz bota, se andra kështë të regu që do bëhet i madh me këto nuk u bote, do ngelte i vogël, pejgamber, por nuk Musa a.s. me njëjta gjë. Ben Israilët ishin robër, s'kishin asnjë lloj influence. Deshën me evra, se pa ëndrën edhe i thanë magjistarët që do lindi njëri do të marri pushtetin, dhe u bë sebeb që kur e hudhin nëna vetë shkojnë pallatin e faraonit, vetëm ashtu mund të mande të gjitha të peshë madhe të pejgamberllëkut. Dhe vetëm ashtu do e kuptonte edhe Zotin e gjithësisë më mirë. Kështu i ka shpjeguar i madh i Zot gjërat. Dhe Jusufi a.s. i pa hajër në ato 12-13 vjet, leje herë bollëku, mjeshtësia, ushqimet, për çdo gjë, imagjinon atë pallat mbretëror, mësoi dhe dituri, ishte fizik jashtëzakonshëm. Dhe në qoftë se ishte 10 herë i bukur, u bë 50. Se ndikojnë ushqimet, ndikojnë veprat e mira, ndikojnë mos bësh gjinafe. Leje herë të themi gjë tjetër që ta mbyllim. Pallati ishte plot me femra, plot me fitne. S'ka pa në historia botërore më të moralshëm, më të sjellshëm, më të lirshëm, më respektues, më etik se sa Jusufi a.s. Asnjëherë nga ato femra që kanë qenë plot aty, që edhe ministri e këto i trajtonin si robresha, kur s'ka guxuar me e pa 2 herë me pasion. Ky ishte Jusufi a.s. Dhe Zulejha, kam qeftë atem Zulejha, jo Zulihaja, se më gjasi kështu, Zulejha, kështu është originali. Kur ishte i vogël, tha ta bëjmë si fëmin ton, e ta bëjmë parin e pallatit mbretëror. Kur shkoi Jusufi a.s. 25 vjeç, ishte i pa rezistueshëm në bukuri, dhe ishte i pa rezistueshëm sjellje në kulturën e etik, dhe Zulejhaja ra nga bim. Zulejhaja i shkoi në mend, i u bo më keq se sa vëllezrit e vet, i shkoi mend me hym gjinaf me Jusufin. Edhe këtu do ta mbyllim, po vetëm do themi çastin që i krijoi gjitha kushtet. E kishte provoku Jusufin, Jusufi kur far shenjë. Mirë tha se ky robi jon është këtu, ky s'ka forcë, s'ka familje, shumë e kemi mbajt mirë. Pra mos bëj si serioz dhe si i ndershëm shumë, se këtu pyetemi në Zulejhaja i heste fjalë edhe para ministrit. Atëherë tha do krijoj un kushte që Jusufi mos ketë shanse me lëviz. Kur burri vet do udhtonte, i tha shërbëtorëve, hiki burri, shifeni karrocën që niset, dhe mbyllini dyert dhe thoni Jusufit të kërkon Zulejhaja në dhomën e vet personale. Çuni Jakubit, nipi Ishakut, stërnipi Ibrahimit Khalilullah, dhe gjyshi vet vëlla kishte Ismailin, nga i cili rrjedh Muhamedi a.s. Zulejhaja nuk dinte, Zulejhaja nuk e kishte iden me çin ka të bëj, Zulejhaja nuk e dinte që e kishte eduku vet baba vet një nga pejgamberët më të mëdhenj që kishte pa historia e njerëzimit, atë i cili do t'u tregonte disa herë në Kur'an do të ngelte i përjetshëm, dhe e mori lehtë sepse gjithë meshkujt e tjerë kishin ëndër tu afroheshin nga Zulejhaja, pa ajo nuk e kishte iden me çin kishte të bënte.
e kështë të bënte direkt me atë që ishte më i bukur në botë nga pamja, dhe ndoshta më i bukur në botë në historinë botërore, pa ajo nuk e dinte që shpirti dhe zemra i këtij pejgamberi ishte shumë më e bukur se sa pamja, dhe për herë të parë Zulejkhaja shikon se ç'është njeriu, ç'është ndershmëria, ç'është bururia, ç'është fjala mirë, ç'është dinjiteti dhe çfarë mund të jetë një që quhet pejgamber, që ai s'ia kishte iden, sepse materializmi i madh që ishte në atë kohë në Egjipt ja kishte bërë jetën vetëm fustane, vetëm lek, vetëm xhevahire, vetëm flori, dhe çdo pasion që i vinte siç i erdhi për Jusufit, mendonte se do ekzekutohej, po Jusufi alayhis salam e pranonte me vdek, Jusufi alayhis salam e pranonte me shkumburg, Jusufi alayhis salam pranonte çdo lloj dënimi, Jusufi alayhis salam zbonte imoralitet. Se tinte çdo thon 1503 herë Edukata dhe moral. Edukata dhe morali në Kur'an. Elhamdulillah, këtë e them për Jo, na e ke prej më nga pjesa më e bukur, edhe Zoti shpërbleft. Amin. Inshallah Zoti është kënaq me ne. Amin. Më thot, gjatë kohës që po flisi, u rastisht si tu, dhe po më thot njoni, mos e mbyllni se ne nga Barcelona sa po fillom se fyrin. Po çat bëjmë? Po jo, mund ta dëgjosh thuj, e ke këtu. Është e bukur fare. Allah dhe ne mos vdesim ti Zoti shpërbleft, po sa u bë, ne kemi filluar pesë, është pas kemi shku afërsisht. Pavarësisht domethënë po shkojmë drejt për 7 minuta, shkojmë 1 orë, po ishte e bukur fare, mos e ndërprisni thotë se ne sa fillum si fyri. Zoti ja shpërbleft, po edhe ne sa po afrohet me vdek. Mashallah, po dhe ne ta falim sabahut. Sabahun edhe në fakt jemi gjithë natën pa gjumë, kështu që Selam aleikum, thot Tafil Murati Newcastle, thot Angli, thot. Tani, nëse i pyesim se kush do jetë tema e podcastit të ardhshëm, s'ka. Çfarë ishte i pyetjem sikur do bësh një pyetje në pak të vështirë, po harrum duket si e tham fillim. Çfarë ishte gjë që tham do të pyesim vëllezërit dhe motrat, po. Çunat. Bravo. Ja, ma çunat janë. Sa libra, jo, po nuk duam t'i vëmë siklet. Jo, po këtë pyetje s'ke pse e bëj herë, di pse? Pse? S'kom lexu vetë as i libër. Jo. Se ti ve mund siklet rreth. A them komentin më të lezetshëm? Pse do lexojmë? Ne i lexoti na i thon Po podcast. fiks. Unë dhe tash kom lexu për profet. Ja, Muhammed alayhis salam, kom lexu për natën e Miraxhit, kom lexu. vetëm do t'ja themi gjallë. Vëllezër, motra dhe njëri tjetrit. Nuk është mirë për i musliman që të paktën kur i thuhet sa libra ke lexuar, thot një libër e kam lexuar. Sa do faqe që të ketë, i libër në muj, minimumi, nuk kemi taksative që me e lexu edhe me u zhvillu, sepse truri njerëzor është zbulu kohët e fundit, i vetmi organ që sa më shumë lexon rinohet dhe sa më shumë e lën pa lexuar, aq më shumë vjetrohet. Kështu që e kemi amanet ta ruajmë trurin ton. Prandaj leximi i Kuranit gjithmonë e rinon trurin, po duhet lexojmë edhe për fen, edhe shkenca të ndryshme dhe libra të ndryshëm. Kështu që nuk ka justifikim për këtë. Zoti shpërbleft, inshallah do t'i lut çat që të gjithë, janë 1400 njerëz, kanë qenë gjithkohë 1600-1700. Edhe që ata shpërndajnë, përfitojnë dhe njerëzit e tjerë. Ju lutem, shpërndajeni, fitojnë dhe njerëzit e tjerë. Tani kam një konstatim. Po. Thot dje keni bë pushim dhe ka çik ajo shenja, jo e fajsi, domethënë që është kështu si e mërzitur. Po. Pse ke bë pushim dje? Po tham mos desim pra se me që ishim kësh për shqiptarët, e kishim emisionin dargët. Edhe inshallah na boni dua të kemi fuqi. Pasha Zotin se kur vim për syfyr do të më qenë optimale, inshallah. Boni dua të jemi me shëndet plot edhe me mendje të kthjellë. Agron Vata, selam aleikum Italia, thot Allah është përbleft, na kënaqet të bravo. Shumë gjithë Europa komplet, a Bremeni. Mashallah. Tema thot, e kanë gjatë. Tema thot vazhdimi i historisë së Jusufit. Po, tani ajo që mund të na thojmë vëllezërit e motrat, sa pjesë e duan Jusufin, se për Zotin me u zgjeru ke Jusufi e mbyllim Ramazanin vetëm me Jusufin. Aq utësi dhe aq begati ka. Sa të na thojmë vëllezërit e motrat, aq tema do majmë. E doni edhe 2 se vetëm me 1 se mbyllim dot, apo ta zgjerojmë çike dhe të përfitojmë sa më shumë. Edhe çunat tham që atë duan do ta bëshit me foto, nuk e di a i keni bërë. Bojni një çik, ju lutem, se më shkruajnë mesazhe
duan që bëm atë ditë që e ka bëu ai sahabi që u fal, që është dua e pejgamberit alayhis salam. Po, Ju lutem shumë. Edhe stafi nuk po sillet mirë, duhet me dua dhe gjona. stafi është mashallah. Stafi e gjeti punë në librit se ne harrum. Jo, mashallah, po ato Albi Lugaj nga Dortmundi thot, Zoti e begatoft. Mashallah, lutet një shëndet për Hoxha Elvisin. T'lum goja. Edhe un kam këtu. Po si lexoj se jo, mos e lexo vlla se ti doj që të jem shumë. Jo, po sigurisht, edhe un kam shumë tu Zoti është për bleft. Po thash mos ta thon 4, sa thon 3 për Jusufin alayhis salam. 3 pjesë që të mësojmë sa më shumë. Thot Anjeza. 3 është mirë. Selam aleikum nga Haraqina 3. 3 është mirë nga gjë. bukur shumë për Zotin, po. Do e shohim si do na eci. Po se kemi tjera prandaj. Se kemi 10 ditë në fundit. Edhe kemi goxha gjëra. Thot njëri, thot 4 prezditë kanë pa Jusufin të 45 pjesë thot nga fillimi deri në fund. Pyete, i ke mbajt lotot ty? Si ka mbajt lotot? Ymer Beshaj komento, i ke mbajt lotot apo jo? Nuk i ka mbajt. Se 45 pjesë me historinë e Jusufit. I mesazh i bukur valla. Ju lutem, çfarë librash na këshilloni të lexojmë. Po, mashallah. Kështu që do në i kohë që t'jemi në rregull. Po mirë, tani në këtë periudhë është historia e pejgamberëve shumë e bukur për shkak. Historia e pejgamberëve, po që historinë e pejgamberëve e kanë këtu, po është ideja diçka plus. Njëri thot temën e Dhulkarnejnit. Tani po ndajtën ke ty ato do të çosh këtë libra shkencor. Jo, ka libra, edhe fetar, shkencor. Ka libra të ndryshëm. Po shkenca është sot trendi, edhe o gjinaf që muslimanët që duhet jenë të parë të ngelin të fundit. Kjo është e gjithë. Unë e di si jam, valla. Ne jemi perëndimor. Dakor, ma një gjë i koncept më. Dhe i mesazhet e çik. Dhe se nuk e di. Dakor, do t'i lejmë, po jo, po nuk e një gjë çdo kund këtë që do të them. Bëj shaka. Ani gjona u dorsumi lam gjitha, hajde bismillah. Ne jemi, sa është gjë se ne harrojmë nga ka musliman që duhet vetë si arab. Tani një gjë të bukur. Një gjë se ne jemi të ftylluar, nuk kemi muhabete kot. Do të thonë, ne kemi 2 kursin në jetën tonë. Jemi perëndimor. A jemi perëndimor apo jo? A jemi europian? Po. Shumë na zgjodhi Allah. Perëndim është Europa dhe Amerika. Ky është perëndimi. Ne jemi pjesë e perëndimit. Në të njëjtën kohë ne jemi musliman. Dakor? Islami është global, kurse qytetëria perëndimor është një pjesë e botës. Ne jemi këtë dyja. Prandaj dhe ne perëndimorët e kuptojmë Islamin me nivel. Tani, ne jemi krenar për 3 shkolla, si perëndimor. Harvard, Cambridge, Oxford. Dakor? Muslimanët kanë histori me shkollat e Zehri, që në universiteti i parë që është hap Marok. Neve do t'i japim hakun kësaj bote kur ne kemi 3 shkollat tona. Harvardin ton, tani po flasim musliman, fola që është krenari si perëndimor. Musliman duhet të kenë shkollat e tyre botërore që janë referencë shkencës. Vllai dashur, shumica e atyre që marrin çmimin Nobel janë Harvard, Cambridge, Oxford. Edhe Bristol, që folën për milingonën, po them rrotullohet dija në njerëzit që bëjnë doktoraturat dhe postdoktoraturat në këto fakultete gjigante që kanë nga 800-900 vjet në 1000 vjet, siç janë dhe Zehri e me radhë. Çfarë mungon sot ke ne si musliman? Që t'japim kontributin qoftë në perëndim, qoftë kudo, ku janë fakultetet. A e din që nga gjithë çmimet Nobel, vetëm Abdus Selamin në vitin afërsisht 1987 ka marrë një çmim Nobel. Ore mund të kesh musliman që thot çat Nobel janë qafirë, se ke lloj. A di çfarë çmimi Nobel valla? Edhe me këtë ta mbyll, se ti e di që e kam i qevi çik shkencën. A di çfarë çmimi Nobel? Pse ka ngel Nobel? Nobel ka qenë shkencëtar. Shifëm parime islame. Nobeli ka qenë shkencëtar. Ka qenë i pasur. Kur erdhi koha që do vdiste, a di çka ka bëj gjot madhe. Ka thonë gjithë pasurinë time ja kaloj shkencës. Gjithë të pasuri që po lej, le të ngrehet një akademi dhe t'i japin çmim $1 milion çdo vit atij që bën zbulimin më të madh shkencor të vitit. Po shifëm se ka musliman që harxhon për një ekip futbolli e ble 500 milion euro.
Dhe thuaj, kush do boj zbulimin më të madh, qoftë musliman jo musliman, do ketë 10 milion euro, 20 milion euro. Gjinaf më. Këtë ka boj që të madhe Nobel, që ngeli pasaj çmimin Nobel, ka qenë shkencëtar. Ai shumë e ka dash dijen, sa kalon pasurinë e vet dhe çdo vit i jepet 1 milion euro, dhe ai shkencëtar që bën zbulimin më të madh, ai përveç 1 milion euro që e motivon, po edhe çmimi Nobel të bën që gjithë jetën mos të kesh as i merak, mos e je i nderuar. Kjo është ta respektosh dijen. Dhe prandaj Kurani foli 856 ajete për dijen, dhe prandaj 5 ajetet e para që zbritën ke Muhamedi alayhis salam 6 herë përmendet fjala dije. Tani do të më mbyll Allah se do lodhem. Po dëgjove gjatë veçantë, prandaj tash leje celularin se për komente Zoti i begatov gjithë ato që na ndjekin. Mashallah. Kështu po mbyllim dhe këtë podcast? Edhe në fundit, ai dikush është respekti më i madh për ato që na dëgjojnë. Që unë të përgatitem sa më mirë. Fiks. Pra, respekti është edhe një mesazh, edhe një lutje për ato dhe ato për ne. Por respekti më i madh që mund t'i bëjmë gjithë vëllezërve dhe motrave që na dëgjojnë është që ne të përgatitemi mirë për temën, që ne të morim bekimin e Zotit, shtojmë dijen tonë, shtojmë dhe vëllezërit dhe motrat që jemi më të mallnushëm. E në këtë më të mallnushëm duhet shtu besimi, dija dhe të afrohemi sa më shumë ke sunduesi i gjithësisë. E kështu me këtë fjalë të mira të fundit, duke shtuar dijen dhe duke lutur dhe duke shpresuar që do ta shpërndani sa më shumë këtë mësim, sepse edhe të tjerët kanë nevojë ta dëgjojnë. Po e mbyllim këtë podcast duke ju uruar gjërim të lehtë të pranuar. Selamu alejkum. Shifemi tek historia e dytë prapë Jusufit. Dhe shpërndani dhe miqve dhe shokëve që ta ndjekin dhe të parën, kemi mundësi të dëgjojmë dhe të dytën. Nga visi i cili do përgatitet dhe më mirë tek e dyta inshallah. Selamu alejkum. Aleikum selam.